Përshëndetje të gjithë miqtë e mi. Sot në këtë podcast unë kam nderin të kem dy vëllezër, por këta që kam zgjedhur sot janë disi të çuditshëm, sepse njëri është mjek dhe nuk është doktor shkencash, tjetri është doktor shkencash dhe nuk është mjek. Dy vëllezër që na vinë nga Fieri, po jetojnë, njëri jeton në Tiranë dhe tjetri Tiranë, Turqi, Stamboll. Kam nderin të kem dy vëllezërit, Boriçi, Dritani dhe Kastrioti. Tani do më lejoni që të drejtohem në numrin njerëz, sepse ne nuk njihemi sot njëri me tjetrin. Do më lejoni këtë, të prishim ato ju, jo se nuk e meritoni, por për ta bërë më çapkën e këtë. Doktor Kastriotin, po nisim nga doktor Kastrioti, sepse do ta them pse nis nga doktor Kastrioti, sepse e hoqëm nga puna sot dhe e sollëm këtu, me ato lodhjet e mëdha me operacionet e pafundme që bën. Doktori u lumshin duart. Këto sytë e bukur që shikoni ju, janë edhe në sajt të duarve të doktor Kastriotit, s'do ishin kaq të bukur, por dua që t'u kem si miq dhe si shok këtu. Asnjë sforzo. Me ty nuk ka sforzo. Të keq. Nuk se po na xhiron njëri. Jo, nuk po ta xhirojmë. Unë kam një pyetje për të dy, mund të flasi kush të doj. E keni vrarë baban? Në thonjë, ja thonë. Emrin e tij keni bërë ju emër më të madh se baba juaj? Filloni nga të doni. Sepse unë kudo që jam ndeshur, fillimisht më shumë jam ndeshur me emrin e gjyshit, pastaj me emrin e babait, pastaj me emrin e vllait, edhe unë kam qenë i fundit në familje, domethënë, që kur komunikoj me njerëzit e tjerë, të gjithë më thonë je vllai i Dritanit, apo je djali i Kujtimit, apo je nipi i Agos. Edhe është një ndjesi e jashtëzakonshme. Ta dëgjosh akoma emrin e gjyshit. Po. Unë kisha në sensin... Ndërsa unë mendoj që, domethënë, ne nuk është se kemi pasur shumë të lidhur me fushën e mjekësisë. Kastrioti ka qenë pa diskutim një student i ekselencës edhe është vetë baba. Shohim nëse pasardhësi i tij apo nipat mbesat do ta vrasin këtë baba në sensin profesional. Ndërsa unë mendoj që kam dashur gjithmonë ta vras baban tim artistik. Ta te i kalosh. Te i kaloj, në gjuhën e përditshme quhet ta vrasësh. Te i kalimi është shumë i bukur. Është gjëja kryesore që duhet të bëjë një njeri. Në profesionin tim, po themi, në konceptin tim aktori më i madh është Charlie Chaplin, po dhe imituesit e Charlie Chaplin janë kilometra larg nga ç'ishte Charlie Chaplin. Pra, sot kërkohet vërtet ajo që ta te i kalosh baban tënd, ta vrasësh baban tënd, të jesh dikush, të jesh me emrin tënd. Dikush, të lësh një shenjë në këtë botë. Po, doktor Kastrioti, ju jetoni 1/4 e kohës në Shqipëri, 1/4 e kohës në Stamboll, 1/4 e kohës në krevat. Do ta them me përqindje. Të katërt. Po. Jo, nuk është ashtu. Në fakt, mund të thosh se 2/3 e kaloj në punë. 2/3 e kohës i kaloj në punë. Edhe shumicën e punës e kam në Shqipëri. Kam ndryshuar, domethënë, ajo përqindje. A mund të themun që je mjek i dy kontinenteve kur veten në Turqi, a punon? Ka disa vite që nuk punoj dot për arsye të mundësive fizike, ngarkesës. Thjesht në Stamboll, në Turqi, shkoj për të takuar familjen, harxoj disa ditë në muaj edhe kthehem prapë te puna ime në Tiranë. Domethënë, më përpara mund të thuaj që punoja edhe atje edhe këtu, por tani ka disa vite që punoj vetëm në Shqipëri, në Tiranë. Profesor Dritani. Doktor Dritani. Unë jam më patriot, që ndroj brenda Shqipërisë. Cila ka qenë ëndra jote që nuk u bëre, jo që u bëre? Po ndoshta doja të... Je bërë pishman me... Ndoshta ëndra e fisit tim, e rrjedhës time të gjakut, për të pasur një ndërtues
Ai është një fizdibranësh të cilët shkuan në një qytet të cilit I mësuan se si ndërtohen urat, se si ndërtohen shtëpitë më të bukura të atij qyteti. Dyshim, siç tha dhe Kastrioti Ago Boriçi, ka pasur emrin të shënuar në pothuajse të gjitha urat e qytetit, ka ndihmuar në ndërtimin e katedraleve, pafund. Babai im është I lidhur me ndërtimin, do ta dëshiroj. Kjo ishte ëndra. Shkurt doje të bëheshe arkitekt. Jo, e bukur është se babai im më nxiste gjithmonë që unë të bëhesha aktor. Dhe ajo periudha kur unë duhet të ndaja se ku do t'isha, këtej andej më ka kaluar më shumë në teatr. Mua më duket sikur më hodhën në teatr edhe më lanë aty, vazhdova. Një pyetje kurioze. Dhe sa ka qenë mesatarja ju e shkollës mesme? 9.5 ka qenë, domethënë kur hyra në akademi, në institut të arteve quhej. Ka patur ndonjë tjetër me këtë mesatare të lartë? Jo. Kastrioti ka qenë aty, se hyri gjatë kohës së konkurimit tim. Bile mua, për çudi, të gjithë tjerët I pyesnin sa e ke mesataren, thoshin 6, 7, dhe nuk ja kontrollonte njëri dokumentat. Mua që kisha 9.5, më pan të 13 antar të jurisë, thanë, nga vash mërti, thanë, priti hapim çik dokumentat. Mirë ta bën. Edhe, shumë mirë ma bën. Pastaj mbasi hapën profesor Timo, tha, uli kokën dhe tha, po çdo e këtu ti mor djalë, tha. Ju të dy jeni të martuar apo jo? Po. Nga sa fëmijë keni? 2. 2 keni. Nga 2. E jeni të sigurt që keni 2? Vajzat keni më të mëdha? Vajzat keni më të mëdha, djem më të vegjël. Doni të bëni më tepër fëmijë? Unë do dëshiroja. Normalisht fëmijët janë një nga dhuratat e kësaj bote. Nuk e di, unë do dëshiroja, por edhe profesioni I zonjës, I kunatës time, edhe profesioni I zonjës time, I nusës time, ndoshta nuk e lejon. Tani në këto vite që jemi është pak e vështirë. Është një angazhim shumë I madh lindja e një fëmie, sepse është shkëput nga puna, nga të gjitha ato angazhimet e tjera. Por unë do dëshiroja se s'bën. Ndonjëherë vendosin edhe fëmijët. Ndodhen që fëmijët të thonë jo nuk duam. Britani nuk bën. Ti ke qenë, nuk bën që. Jo. Unë kam edhe një qenë, kështu jam 2,5. Edhe qenë po e fusin të pjesa. Po, absolutisht. Është edhe pjesë e dashurisë së familjes. Se nuk je dhe ka I doktor sa dukesh, jo? Edhe ca pasione që nuk na I ke thënë, nuk I di njerëzit. Po çdo njeri përpiqet bëj edhe gjëra tjera jashtë profesion. Me detin si ke marrëdhëniet? Me detin? Më pëlqen deti. Ke ndonjë varg, ndonjë gjë kështu që del, ndonjë gjë? Jo, nuk kam. Nuk ke. E kam në ende, po akoma. Nuk është. Tani ti si ke marrëdhëniet me detin? Detin na pëlqen. Ose të themi me Vlorën si ke? Me Vlorën ja prej teje. Domethënë përpara nuk se fjerakët shkonin deri tek tuneli, pastaj laheshin aty. Po sigurisht ne jemi miq të vjetër. Ne po her pas here I kujtojmë miqësitë tona, ti je nga miq tan të ngushtë, pa diskutim. Dhe më ka pëlqyer shumë në kohën kur jemi njohur, pa diskutim që ke qenë një emër shumë I respektuar I kulturës vlonjate. Të kam pasur antar jurie, më ke vlerësuar, dhe që nga ai rol dole I pari. Dhe unë su bëra do të aktor. Kjo s'ka rëndësi, jeton tek unë. Edhe unë bëhem aktor dhe për ty. Mirë bërë. Me gjuhë të huaja si keni marrëdhëniet? Mirë. Sa gjuhë di, doktor? Unë flas turqishten, shqipen, italishten, anglishten. Po, unë anglisht. Këto janë gjuhët e punës, sepse punojmë edhe me pacientë, edhe me vajtje ardhe me njerëz. Nga gjuhët e tjera marrin vesh si çdo shqiptar. Nuk është te anglishtja, gjithë pjesa tjetër e familjes janë gjermanofil. Të gjithë, të tre antarët e tjerë. Jo. Unë I pyes, I them djalit, vajzës ose nusës time që për çfarë po flasim, sepse në shtëpi dhe televizioni është vendosur te gjermanishtja. Varrum? Faleminderit mirë. Nga fëmijët nuk mund të ndani. Dobësia e babit? Gjithmonë për vajzë. Unë për të dy. Po jo, gjithmonë për vajzë. Dakor, okej, ti thua për vajzën, unë për të dy. Tani, nëse do bëjmë një bisedë që të flasim real. Jo, të flasim real. Po ti do që unë të kem opinionin tënd. Po jo, po kështu e gjithmonë. Po pse? Po ku e di unë? E para një është fëmia I parë. Absolutisht. Edhe nga ana psikologjike besoj se fëmia I parë jeton shumë dashuri që nuk I ka përjetuar asnjë. Kjo I ngjan çdo gjë, edhe ndeshja e parë e futbollit, edhe po them. Ja te futbolli. Jo, po them për shembull. Po flet për shembull. Për shembull po flet. Domethënë çdo gjë hera e parë, absolutisht ato ndjesitë që përjeton në jetë në parë më të rëndësishme. E para, e dyta, edhe nga ana psikologjike, foni duhet ta di më mirë.
fëmijët... Absolutisht dashuria është e e vërtetë. babait për vajzën dhe e nënës për djalin janë të Më vjen ndërtuara. më vjen shpesh dhe kur i pyes për fëmijët, po si mu bë ky djalë ose kjo vajza kështu. Unë të dy i kam dashur njësoj, të dy i kam rritur njësoj, në një tenxhere po Mos bëjmë gabim që e pranojmë për shkak. Jo. Dhe unë këtë i them. Sepse unë edhe me fëmijët kur flas, më thotë nuse që jo, po i ketë barabartë ju kështu. Në rregull, i kam të barabartë, por unë ndjesit më të mira i kam përjetuar me Po, vajzë. është e Është vërtetë. fëmia i parë Është e vërtetë. dhe unë vërtet i kam përjetuar kur është rritur vajza. Si kujdesemi për të parë, nuk kujdesemi për të dytën, për të tretën, për të I dyti ndonjëherë, i treti, unë e mbaj mend, jemi dy vëllezër, ne? Gjithmonë e mbaj mend kujdesin që kishte në familje për Dritani. Kurse kur vinte puna, Jo, është e vërtetë. jo, Se dhe unë e mbaj mend kur vinte kujdesin. puna mua nuk ndonjëherë më haronin. Është ai homëllon që është haruar në shtëpi ai djali për natën e Krishtlindjet. E lidhe që unë harohesha gjithmonë. Kudo që shkonim, ne, edhe ajo të krijon një pavarësi. Shumë e njëjta gjë midis dy fëmijëve të mi. Djali ka një pavarësi shumë të madhe se vajza. Po. Po pikërisht për këtë. Në vitet 90 ku keni qenë? Ku gjeti? Ku ishit? Emigracion, si gjithë shqiptarët. Unë kam qenë në emigracion. Ikën në emigracion Bashkë kemi ku? qenë. Bashkë kemi qenë. Ku keni qenë? Ku? Kemi ikur në Greqi, në Athinë. Kastrioti ka ikur më përpara, sepse aty ndodhi tani domethënë Kastrioti edhe pse ishte më i ri, unë kam qenë student i dhjetorit, ai student, po Kastrioti ka qenë shumë më i hedhur në këto lëvizjet politike dhe edhe pse ishte rrethuar atëherë qyteti studenti, kur një mëngjes që bëheshin ato protesta vjen aty, se si e kish çar atë kordonin e policisë që se çante njeri, U fut. u fut aty dhe vjen dhe merrte pjesë në këto mitingje që organizoheshin tek sheshi Studentëve. te sheshi studenti që ka qenë atje. Dhe Kastrioti ka qenë njeriu i cili rrëzoi bustin e diktatorit në Fier. Pastaj patëm kërcënime si familje dhe ne kaluam në Greqi. Ikëm në Greqi sa të kalonte kjo. Jo, vetëm ne të dy djem, Po ishte sepse e verë Tani rruga. qëndroni çik në Greqi. Greqisht dini? kuptoj. Ligo. Liga, oje po la. Eci që Eci që eci. Çfarë pune keni bërë atje? Unë e luaj vetë shtëpinë. E kuptova. Tjetri? unë ditë mbjell mirë lule. Po dhe të saldosh. Edhe të saldoj di shumë mirë, po. Kam salduar, kam mbjell lule, pemë të mdhaja. Bile tani shkoj, kam vajtur në Athinë pas mund të jetë 20 vitesh. Është një muziki hall, nuk e di çfarë quhet, pranë ambasadës amerikane. Po, në Athinë. po, e Aha. marr. Dhe aty janë disa pemë shumë të Mega larta, muzikisht. mega muzikisht, po. Po. Janë disa pemë shumë të larta pas një gardi për hekurit Po, lart. po. Tani unë i di me numër se cilat kam mbjell unë dhe cilat kam mbjell një shoku im që ishte nga, nuk është turp ta themi, ishte nga Bangladeshi. Po. Dhe ne punonim për të mbjell me një firmë në Marusi, mbjellnim pemë. Dhe unë i di pemët që kam mbjellur. Janë akoma, janë bërë shumë të mëdha edhe. Ne i kemi mbjell me vinç, po të vogla, kuptoj? Sa kohë qëndrohet në Greqi? Me muaj qëndronim se iknim në verë, ne? Për shkak iknim në muajin marr, në maj, më fal, edhe ktheheshim në shtator tetor. Për shkollën. Po, se fillonte shkolla prapë. Ndonjë gjë të bukur nga Greqia, çfarë keni bler për herë të parë? Kemi një gjë shumë të bukur nga Greqia. Ma keni qef se? Jo, Dritani e mban një gjë shumë të bukur. Ishim në Platea Kanikos, atje rinim në hotel. Kanikos. Kanikos, ja. Dhe na vjen një djalë me mbiemrin Bejleri, ti nuk e mbam, duhet ta mbash më. Dhe na merr të dyve na thotë do ikim neve se kemi një koncert. Koncerti i vitit, ka qenë viti 92, se ka qenë edhe 2 që kemi bërë. Jo, 91. 91-shit. Ka qenë koncerti Deep Purple në atëherë nuk në Athinë në stadiumin e jashtëzakonshme. Ne nuk dimë se gjë ç'a bëj. E jashtëzakonshme. Kishim vajtur për të punuar e kështu. Ka qenë një gjë fantastike. Na ka çuar se ishte pak më i hapur për këto gjëra, një djalë nga Tirana. Po. Ndërsa unë kam pasur një eksperiencë tjetër po me këto stadiume, sepse në atë kohë luajti AEK-u i Athinës, luajti me vllazninë e Shkodrës. Dhe ata me të cilët punoja unë, grek, njerëz shumë të mirë, në Peani kam punuar. Peani ka qenë larg atëherë, tani është bërë pjesë e Athinës. Po. Dhe shkojmë në stadium dhe thanë do vem atje ku janë ultrasit e AEK-ut. Po mirë thash unë shkojmë. Vetëm të lutem tha, po ne sapo hynim në stadium, mos je i veshur me ngjyrat e vllaznisë. Shikoj veten unë, kuqe blu këtu. Rastësi fare. Si t'ja bëjmë. Atje të gjithë hiqnin këto, dilnin me kanatiere, thash, po dali me kanatiere se këtu këtata nuk fituam dot. Nuk fitoj dot. Po janë. Ditë mira do të vinë. Doktor, fëmijët flasin shqip? Shumë pak. Shumë pak. S'kalojmë pjesë
këtu me Shumë pak me këtu në... me gjyshit si merren vesh apo? Me gjysh me anglisht merren vesh. Vetëm Flasin anglisht, po. E po e ka Po zgjidhur. anglisht, tani... A do flasim gjërat? Unë po flas realisht. Po, patjetër. Nuk është, Po patjetër. se duhet të zbukurojmë në gjë. Jo. Shumica e brezave që janë emigrantë jashtë, janë rritur, për shumë varet shumë nga gjua që flet nëna, në fakt, po të më pyetësh më. Dhe unë kam qenë i detyruar shumë përpara se të martohesha, kam qenë i detyruar të mësoj gjuhën turke. Dhe kam jetuar po të thej, se gjua të sjellë një psikologji, të sjellë një mentalitet në atë rritjen tënde. Dhe unë kam qenë plotësisht i mbërthyer në gjuhën, në banimin, në këto, dhe nuk kam mundur dot të gjej as kohën, as kam pasur vullnetin që okay, gabim ose jo. Po që fëmijët nuk flasin shumë shqip, flasin paksa për të marrë vesh për gjërat vogla. Në shtëpi kush ishte ai ushtaj i shtëpisë që fuste duar gjithçka për të rregulluar ose për ta prishur, s'ka rëndësi. Kush ishte ai iniciator që merrte kaçavidën për të bërë këto? Kastrioti. Padyshim, unë kam qenë. Po e thash. Ka qenë. S'është problem. Okay, E pranoj. Akoma jam, domethënë. Je, vazhdon. Me Çdo lloj gjë të jetë e hape. Bile edhe unë kur kam desa të probleme në prishet. shtëpi kastriotin therras që të më rregulloj. Shi. Po. Po. Tani kam një pyetje për drejt për drejt, si thot një shoku im, një gazetar, do kam një pyetje drejt për drejt, pastaj të tërthot. Pyetja është si tërthot, si drejt për drejt. Nis. Ernest Muçi të kujton gjë? Po si. Të sjell gjë? Po si. Çfarë kujton? Ernest Muçi. Çfarë? Po si është Çfarë? futbollist? I Është futbollist. kujt? Është futbollist i kujt? I Beşiktaşit. Kemë një me Beşiktashin. Po kam djalin në Beşiktaş. Po ti me këje. Po edhe unë për arsye të djalit apo për arsye të dëshirës time, jam tifoz me Beşiktaş. Po me Galatasaray kush është? Me Galatasaray është vajza. Po si ja bën atje në shtëpi tani? Këtë ja thuam, jam me vajzën, tani thua jam me djalin. Jo, për pjesën e futbollit, në mënyrë absolute, unë jam me djalin dhe jam fans i Beşiktaşit. Bile zonja nusja ime është antare e asamblesë së Beşiktaşit. Domethënë ne jemi si familje edhe nga ana e nusës, edhe nga ana edhe unë vetë dhe djali, jemi tifozë shumë të flak të Beşiktaşit. E ndjek, tash i bëj të budallë që unë. E ndjek ndonjë skuadër kur Sa herë kemi mundësi e ndjek. Mundësisht në polin e veriut të shkoj, që afër polit të veriut kam qenë me djalin. Kudo që të shkoj, po shkoj në një deplasman ose në një ndeshje jashtë, absolutisht që me djalin shkoj, vetëm me djalin. Je entuziast në stadium, si sillesh aty bën? Jemi shumë. Bërtasim, po. Bërtasim, është një grup i ultrasve të Beşiktaşit. Je edhe tjetër. Jam dhe unë, quhet Çarşı. Çarşı, kështu quhet. Ose Që do thot ka ndonjë apo s'ka ndonjë? Çarşı, i ka vënë emrin e asaj çarshës që themi si çarshë ose Pazari ose të vendit ku mblidhen njerëzit. Sepse Sepse është një çarshi në Beşiktaş, atje mblidheshin këta në kohët e tyre dhe i kanë vënë emrin e asaj. Edhe quhet grupi Çarşı, është nga grupat ultras numër 1 në Turqi, padyshim, po edhe ndaj më të njohurit më të organizuar në Evropë. Beşiktaş dhe Bukë Djath. Beşiktaş SB, Pardezi. Nuk e ndajmë. Nuk diskutoj. Me Ernest Muçi kemi edhe një foto të djalit. Aha. Kemi qenë gjithsej 80 tifoza ose 100 në Bodo. Bodo është një qytet në veri të Norvegjisë dhe ka një ekip shumë të njohur në futboll, Bodo Glimt, i cili ka eliminuar Lazio, akoma është më duket në atë, është duke vazhduar. Dhe bëri një ndeshje me Beşiktaşin, padyshim në Arafën, dita e ndeshjes. Po them vetëm një gjë, pa përjashtim. Stadiumi 10.000 veta, qyteti 20.000 veta. 20.000 veta qyteti, 10.000 veta stadiumi. Po dita e ndeshjes stadiumi plot, qyteti bosh. Qyteti asnjë njeri në rrugës, i gjithë stadiumi plot. Okej. Ekip vetëm, domethënë, unë tani po e kuptoj që ti i dëm pas futbollit. Kjo mendoj nuk ka ardhur sot. Ka ardhur që kur ke qenë i vogël. Jam i sigurt që prindit nuk u lini të venin në stadium. Si ja bënit për të vajtur? Na lini, ne shkonim. Shkonit? Raste ka patur që s'keni shkuar? S'u kanë lejuar? Keni bërë ndonjë trazi, ndonjë aventurë, ndonjë gjë? S'keni smani mund. Juve spioni tjetër i familjes, ai zguxon ti thot gjitha? Jo, në përgjithësi, domethënë Kastriotin e merrte Daja më shumë. Dhe hynte te grupi, vazhdon të ashtu siç është me Beşiktaşin, ashtu shkonte me Ultrasit e Apollonis, se kishin një bluzë të Kujti Majacit të famshëm, që këmish, që e vishnin. Mua më jepnin shashkat të fusja në stadium me vete. Ndërsa këto unë si bëja. Ka qenë shashkat me fitim. E di. Edhe më jepnin me vete mua që ti fusja në stadium. Ke bërë dhe nga këto? Në atë kopë. Se kush më ka thënë një herë, ka patur një tentim
nuk kanë dashur të linin në stadium dhe pa një propozim për të zbritur me çarçaf. Jo, s'ka qenë se. Jo, na kishin mbyllur në shtëpi. Jo, është tjetër. Na kishin mbyllur në shtëpi. Se ne të fiksit... Po luanin shokët poshtë. Edhe Kastrioti... Po kush era thënë? Ku di që? Jo, sinqerisht, se gjë e tillë ka qenë, po unë ashtu se më mirë. Të lutem, unë jam aq i vjetur në familjen tuaj, të di më shumë se mendon ju se dini ju. Dhe Çe gjën tjetër. jo, nuk e kam dhënë unë. Nuk e kam dhënë unë. Të lutem, Sa minuta ishte kjo? të lutem. Dhe kur siç duket kish parë një film, se çka qenë një film shqiptar. Po ka qenë një film shqiptar. Ka qenë një film shqiptar që dilnin guximtar ata, se çka. Megjithatë kjo ka qenë guximtar që më duket. Po, që lidhnin çarçafët dhe hidheshin qandej. Dhe tha Kastrioti, ne duhet luajmë tha atje poshtë, po luanin shokët tanë poshtë. Ne kati tretë. Edhe kështu që hajta lidhim, tha marrim çarçafët, edhe do funksionoj kjo gjë. Po më duket se dolëm ne nga. Jo, ne nuk dolëm se erdhi mamaja dhe na hapi derën, se sot ne nuk do bisedonim së bashku. Do ishim këtu. Jo, nuk do ishim. Me çarçafët e Do zbrisim nga kati tretë tek çatia e katit parë. po. Pra fantazinë e ke patur kështu, Po. në kulm. Të ndiqte ky në këto Budalliq. Nuk e kash. Po, Jo, Dritani ka qenë me i mbledhur, më familjar, domethënë vërtet. Unë kam qenë çik më kështu. mbaj mend. Edhe mua nga qenë, si kam qenë edhe fëmijë e dy, domethënë edhe sido që të jetë, nuk e di, unë nuk kam pasur shumë sytë e familjes mbi vete. Harrohesha ndonjëherë. Bile dilte më maman se shokët e mi ma kujtojnë, dilte në balkon te kati 3 dhe thriste. E keni pa që Kastriotin se s'ka bërë krabat akoma. Klasë e parë e dytë. Ka qenë krabat që vizatojshin. Po, domethënë, në përgjithësi unë harrohesha jashtë. Edhe kjo ka në fakt është avantazh shumë i madh një. Për mua ka qenë një mrekulli që ka qenë kështu. Sepse çdo mbështetje në atë moshë të vogël mund të rikthehej pastaj në pengesën e moshat më të rritura, në sensin e mënyrës për të dalë nga situata. Atë që kërkojmë ne. Po. Gjatë kohës që keni qenë në ato kohë, tani të martuar në shtëpitë tuaja, jeni grindur ndonjëherë? Shumë herë. Po. Shumë herë. Jo, s'ka pse të shihet. Ku ka vlezë që nuk janë grindur. A vazhdojmë të grindemi? A vazhdojmë të grindemi? Po derisa nuk keni pasuri për të ndarë. Po edhe mund kemi. Po nuk te pasuria nuk grindem, nuk grindem. Me pasuri nuk grindem. Për gjërat. Jeni grindur. Jo, po, pa fund. Patjetër. Cila ka qenë, domethënë, sheri më i madh që mund të bëje për sportin, për librin, për në film, për çfarë mund të ishte? Jo, sherat më të mëdhenj kanë qenë për gjëra pa arsye për të qenë objekt sheri. Se në fakt shu janë sherët. Domethënë nëse dy njerëz zihen, më shumë zihen për gjëra që s'kan shumë rëndësi. Kur gjëja ka rëndësi, ndoshta sheri është më i vogël. Kështu që ne nuk i mbajmë mend për çfarë jemi zënë, po thjesht mbajmë mend që jemi zënë. Okej, nuk keni zënë, keni qenë çuna të mira, mora vesh. Kur si u kanë ndëshkuar prindrit? Ka qenë ato lavatricet e vjetra? Mos. Ato Alba Lux 7 më duket. Se unë i mbaj mend, i kam fiksuar. Dhe kanë qenë me dy kazane, me dy kazane, një për larje, një për centrifugë, okay? Ato kanë pas një shkop. Po, një shkop dysh. Mirë, po ajo i liroheshin vitet dhe ngelte vetëm shkopi, atë keqe. Ai ishte një. 2, kur prishin zora, vinte tekniku që ndronte zorën. Po, atë. Po zorën e vjetër e linte në shtëpi. Ajo ka qenë mjeti i dytë. Shapë nuk kemi pasur për të rafur, jo, se thonë me shapë me gjëra. Tombol kanë qenë. Jo, Zora kanë qenë. Po zora ka qenë shumë. Ka qenë edukuese. Edukuese shumë. Po ne tani. Zora ka qenë dhe shkopi i centrifugës. Nuk besoj që juve të keni ngritur dorët e fëmijët tuaj, se besoj. Nuk e dim ja. Zëre mund të ketë bërtitur, Tani ku ta gjesh atë zorën e atë shkopin e asaj ta kesh si kujtim? Ndoshta. Jo, ne nuk kemi bërë, po domethënë ai sistemi ashtu ka qenë atëherë. Tani nuk e di, tani bërtasim, bëjmë diçka kështu, po jo me trafik, nuk përdorim. Tani duhet ta aplikosh një. Plus që lavatriçja nuk është më me shkop. Duhet ta aplikosh një Albania nëse do t'i bërtasësh fëmijës, do marrësh leje një jetë. Nëse aprovojt, po ku ka ndryshuar shumë. Po dhe ka filluar një brez më i fortë, ke frikë se të mund. Të mund. Apo me arsjetime, po. Jo vetëm ashtu, po dhe fizikisht se si janë më të mirë ushqyer. Edhe thua sa ti hy, kush e di ç'do mbëj. Po mirë. Tani unë duhet vetëm një pikën tuaj më të dobët dhe më të fortën tuaj. E din për çfarë kam fjalën? Unë e marr me mend po. Ose të paktën nëse s'është kjo do jetë një tjetër i pyetje.
Se mendoj që e kam për është- flokët. E për flokët, okay. Për flokët s'ka problem, okay, mund të ka. Ju jeni pothuajse i bardh. Ai sa unë, Bardësia s'është problem, po na ka filluar të na bie Kurse- po. Rezistoj. Si ka mundësi? Po ka, si profesioni ti është... U kanë ngatruar ndonjëherë kush është më i madh, më i vogël në këtë? Mos flas për vete këtë. E mora vesh pas ka histori. Dua, Atëre, mos flasim turqisht shumë në shkurt. terma. Shumë shkurt. Absolutisht, aq shumë na kanë ngatruar sa unë e kam pranuar. Domethënë mua të vi dikush dhe të më thotë ai vllai yt Aktor. i madh, ai aktori, unë do ta shoh me dyshim. Sepse të gjithë thonë që ai vllai i vogël. Ai atëherë duhet operuar, ai që thotë Po, unë e shikoj me dyshim. ndërsa Ë, i sinqerti? Por, shiko, tani normalisht, sinqerisht, vllai është më i madh se unë, po normalisht të gjithë ata që nuk na njohin si që nga fëmijëria, ose që s'na kanë pas shok në lagje e kështu, të gjithë kujtojnë të kundërtën. Edhe kështu që unë duke ta thënë, edhe një gënjeshtër që përsëritet 20 herë në fund Do besoj, konceptoj vërtet pastaj. s'keç bën. Edhe unë Do të thënë, në 88-ën jemi jetuar, në 89-ën bashkë. 89-ën. 89. Sa vjeç keni qenë 89? Në 89, 15. 19. 15 kam qenë. Në klasë 8 apo? Në 89, po nga 74. Po. 89, po. po. Unë në 15 89 duhet kemi qenë klasë viti i parë. viti pa. Viti i parë gjimnaz. Nuk kam qenë viti i fundit, do shkoja në institut. Po atëherë kam qenë i vogël. Në fakt, kam qenë edhe shumë me shtatë të vogël, po pastaj kur kalova në emigracion, Letani ka qenë i gjatë, ka qenë i Jemi gjatë. Letani ka marrë qenë me gjithmonë i basketbol. gjatë. Jemi marrë me basketbol. Unë të mbaj mend se kemi dhe një fotografi Po. bashkë atyre vite me flokët. E, Na, kishim merak për ato Dritani flokë. gjithmonë ka qenë i gjatë. I kishim flokët. Flok I kishim. kishim flokët, po. S'kishim trup, po kishim. Kishim flokë. Ishte dhe vitet e para që doje t'i lije flokët e gjata si E, si një lloj- kishte filluar një çik të një lloj liberalizmi, një lloj filluam dëgjoni muzikë tjetër. Fieri u mungon apo e keni shkëputur tani, keni ardhur këthe apo gjithë kujtimet e bukura janë në Fier? Jo, mua po një, Po, absolutisht po. Hm? Shko fieri ka një gjë, nuk e di, fieri si fier apo fieri si fierak. Si të duash dhe ato dhe këto Sepse fieri si fierak, kudo që shkon, për shumë që i takon të njëjtët fierak, të njëjtët ata që ka pas komshi njerëz. Fieri ka qenë diçka krejt ndryshe, ndoshta nga çdo vend tjetër në Republikë. Ka qenë një grumbullim ose një inflacion intelektualesh jashtëzakonshëm në Fier. ka pat shumë inxhinierë, nafta, të azotiku. Sigur të gjithë kanë qenë inxhinierë dhe mësues, nuk ka pas profesione tjera, kështu më duket mua. Ose të paktën aty, po në lagja jonë gjithë ashtu kanë qenë. ka një fier, domethënë që çdo njeri si ti, për shembull, është një vlorë që është vetëm e jotja. Nuk është asnjë vlorë njëri tjetër. Është një fier që është vetëm i imi, vetëm i Kastriotit. Ai sigurisht, ai fieri që mendojmë ne nuk është më sot. Mirë, sot nuk është, Nuk është, sepse Pra edhe ne si jemi sot atë. edhe ne si jemi sot, po gjithmonë përpiqemi Ne të ruajmë mbajmë- atë fier. Për shembull, një nga pikat më të dashura të mia është shtëpia e gjyshit, atje ku ne jemi rritur, një shtëpi shumë e madhe, ndërtuar që në 1913-ën. Ato lagja jon, konferencë e pezës, teatri, ekipi Apollonisë së dikurshme, këto kanë qenë kujtimet tona të një qytet me shumë intelektual, me shumë njerëz të ngritur, të cilët tentonin gjithmonë që të bënin më të mirën. Po kujtoj një gjë, datëlindja e parë që mbaj mend unë, nga datëlindjet që kam festuar. E para ka qenë kur kam qenë 5 vjeç. Ndoshta deri tani se mbaj mend, po unë se kam hequr nga mendja. Ka qenë datëlindja dhe babai që ka qenë shumë i dhënë me artin. Në ditëlindjen time, kur unë mbusha 5 vjeç, ka ftuar 3 veta. Unë do t'i them emrat dhe ti do thuash se si ka qenë fieri atëre, çfarë fieri ka qenë ky. Këta 3 veta kanë qenë. I pari ka qenë që jeton akoma, që është i shtetit në emigracion, ka qenë Plumkulla. Ka qenë në ditëlindjen time kur unë kam qenë 5 vjeç. I dyti ka qenë Ramet Past, shumë figurë nderuar e Fierit, Fato Sela. Fantastik, kam jetur. I treti ka qenë Roland Roshi, bile unë jam takuar me fëmijët e Rolandit, jam takuar para 2 javësh. Dhe këta të tre, Roland Roshi, Fato Sela dhe Plumkulla kanë qenë 3 veta që kanë qenë të ftuar tek ditëlindja ime kur kam qenë 5 vjeç. Sa kam mbush 5 vjeç. Dhe i mbaj mend ditëlindjen, no? Dhe i kishte ftuar babai, siç thoshin me atë, të ftoj miq të nderuar për të bërë Shtëpia ditëlindje. jonë kështu ka qenë, domethënë ftoheshin artistë, mbajmë mend shumë mbrëmje intelektual të qytetit, pothuajse të gjithë aktorët e
teatrit Bylis, prandaj dola dhe unë pastaj që vazhdova. Ka qenë një shtëpi ku bëheshin debate shumë të bukura. Do me thënë ti je, si thua, plotësimi i ëndrrës së babait. Po, ai kishte studiuar ai ka studiuar në ish Bashkimin Sovjetik, në Jallë, në këtë pjesën e Krimes, dhe që andej solli magnetofonin, gramofonin, disjet, portretet e aktorëve rus, një shkollë shumë e madhe aktrimi, dhe kishte një nostalgji. Ndoshta unë isha plotësimi i ëndrrës ti. Patjetër që kam qenë plotësimi i ëndrrës. Besoj. Po, normal. Edhe që fëmijët duhen njësoj, domethënë. Se kthej dhe visën e parë. Absolutisht, babai ne dua shumë dhe më do shumë, po. Ëndrrën babai e ka plotësuar tek fëmia i parë. Unë i dy kam qenë ku të shkoj. Po mamaja ëndrrën e kujt plot. Po mi mamaja, okay. Mamaja donte që të bëhesh mjet? Absolutisht. Patjetër dhe i ka qëndruar shumë pranë, Kastrioti ka qenë i pari në matematikë, në olimpiadat e matematikës, fizikës, në mënyrë absolute dhe i ka qëndruar. Po ti kush këlqeje? Unë në letërsi, kisha këto. Kastrioti u fut disa herë dhe në recitim, recitoj ndonjëherë. Mua më jepnin, ta them hapur, mësueset që kam pas në gjimnaz shumë të nderuara, shumë të mira. Po normalisht unë, okay, kam kështu domethënë ndonjë dell mund ta kem marrë nga dritari, po nuk jam shumë i thënë për letërsi. Por më jepnin nota shumë të mira edhe një çik për hatër të dritarit. Ndërsa mua nuk më jepnin nota aq të mira te këto lëndet e shkencës për hatër të Kastriotit. Jo, po ti ishe para me. Po mirë. Nga qishe para me. Pse them ne nga hatri i Borzilokut pi ujë dhe vazu. Po pra normal. Unë shumicën nga ajo e merre. Bile më morën, më futën një te grupi i teatrit, më thanë, po a se vllai dritarit ti e bën. Thash po unë s'mar vesh. E mban mend çapo me ka recituar? Po lere s'ka. Cile? Keca dhe ujku. Keca dhe ujku. Dhe i dhan pikë maksimale. Po, më duket se ka qenë prapë Fatosela ka qenë në juri. Edhe unë dalë përpara Fatoselës, sa kupton zoti. Ai po çu. Dhe ç'a situate mund të imagjinosh, Ramet pas, dhe përpara Fatoselës unë marr pikë plota në recitim. Llogaritë do. Imagjinosh. Nuk e di, unë pa lidhje, po si do që tjetë. Kështu ka qenë. Në qoftë se nuk do ishe bërë mjek, doje diçka tjetër të bëhesh apo ëndra jote? Se s'bën, jo. Mjekësitë. Jo, nuk është mjekësi. Se s'bën doja të bëhesha ose IT, ose ndonjë gjë që kishte lidhje me programet software ose me programimet, sepse në vitin kur unë kam zgjedhur në thonjza zanatin, ka qenë pikërisht viti ku ka shpërthyer teknologjia informatike. Dhe unë e humba atë për shumë, sepse mund të kisha kapur atë dhe do isha shumë herë me i kënaqur me ato që do bëja dhe nuk e di. Kurse mjekësia, raportin e punës fizike me shpërblimin emocional, financiar, si të duash quheni, nuk e ka shumë të lartë atë raportin, atë X. Kurse informatika kënaqësi shpirtërore ka të jashtëzakonshme, me shumë gjëra që mund të punosh vetëm në tastier, mund të arrish me miliona njerëz. Kënaqësi më të madhe që ke marrë në këto vite pune? Cila është kënaqësia më e madhe? Thuhet, kam bërë këtë ose surpriza më e madhe që të kanë bërë, që e gjendur diku dhe se ke pritur kur që të kemi raste të tilla që ti, wow, kjo s'miqet nga mendja. Është gjëja më e bukur. Ose ti ja mbushur syt me lot nëse ka Ka shumë raste ka kështu. Nuk është vetëm një. Nuk e ndaj dot. Por ndoshta mendoj që surpriza më e madhe është ajo që se kemi përjetuar akoma. Ndoshta jam akoma në pritje, sepse çdo surprizë që ka ndodhur më pas më ka bërë të harroj të më përpashme. Tani unë dhe po të kujtoj ndonjë, do kujtoj këto të 6 muajve të fundit, për shembull. Do kujtoj ndonjë. Por që normalisht në zanatin ton, në profesionin ton ka shumë surpriza të tilla, sepse ke të bësh me shëndetin e njerëzve, njerëzit e përjetojnë shumë. Shëndeti është kryesorja për çdo gjë. Po, do t'i bëjte një pyetje pastaj do vitem tek ty. Përgatitem. S'ka problem. Ma jep kohë. Sa orë në ditë punon? Ajo është, nuk e di, të them të vërtetën, ose ju, shiko, tani unë jam një përgjigje të tillë, dua të di që mos këta thonë që ja fut kot ky, e ke parasysh, ky gënjen. Unë sa orë flen në ditë të them. Pjesa tjetër është vetëm punë. Mirë, e ndërtojmë dhe ashtu pyetjen. Po, pjesa tjetër është punë, se unë nuk në çdo moment punoj. Për shembull, edhe tani jemi duke bërë një bisedë, me trurin unë po mendoj diçka, për shembull, çfarë do bëj kur mbaroj këtu, ku do shkoj, se kam në ca gjëra hapur. I laca gjëra erdha që këtu. Okej. Atëherë sa orë fle gjumë 24 orë? Po, fle gjumë. Nuk flet dot më shpejt se ora 2 e natës, në përgjithësi flet diku te 2 dhe 3. Edhe gjithmonë zgjohem në 6:30. Do një 6 në një. Çfarë bën ato orë apo
punon deri në ato. Po punoj, se ka shumë gjëra, nuk janë vetëm ato, se puna jo nuk është vetëm ajo operacioni, Ose vizita. ose vizita. Ajo në fakt është, nuk e di, duhet gjej një shembull për ta shpjeguar. Ajo është vetëm pjesa e ekzekutimit. Dritani ka një shfaqje. Okej, sa zgjat shfaqja për shkak 90 minuta, 60, 50, nuk e di, sa zgjat një shfaqje normale. Një orë, 2 orë, okej, 2 orë. 2 orë të zë. Ajo 2 orë sa muaj ka përpara përgatitje. Edhe sa vazhdon. Dhe sa ka që bëjnë atje edhe kështu. Është Se është vetëm aq, ose ne shikojmë vetëm atë shfaqje dhe me asnjë shfaqje 3 batuta, 5 batuta. Ashtu se më shikojnë dhe mua në rrugë, thotë, ja, ky e bëri. Po, Që sa normal. duhet lexojnë që të jemi Po, përgatitur normal. atje? Edhe ne miksia kështu e ka, se si kujtojmë që bëjnë unë ato operacionin, Pa edhe lexuar. vinte ca komente kështu, për shembull, për 5 minuta fitoi kaq, ose bëri këtë. Këta marrin shumë gjëra. Këta janë milionerë, sepse ky për 5 minuta ose për 3 minuta bën një operacion ky dhe fiton kaq. Po s'është ajo, po ajo pjesa mbrapa. Ajo djersa ajo që haron ti fëmijët që nuk shkon ti shikosh, që ata s'kan mësuar se biseduam ne nuk din shqip. Pse s'di shqip ata se? Do maqesh tek këtë kuriozitet. Sa herë kam ardhur unë të shikoj vetëm duke vrapuar. Sa kilometra vrap në ditë bën? Nuk e kam matur. Mate. Do ta masin. Mate të më kthesh përgjigje. Okej. Po vetëm Si ka vrapoj bërë? më burr. Po vrapoj se nuk e di, unë kam edhe një gjë të tillë. Në tru gjithmonë, kur jam duke bërë një punë, dhe kur jam vetëm, përpiqem të punoj në një sistem të tillë, sistemin e kontenerit, nuk e di se si Po, e di. funksionon. Për shembull, kur shkoj në një vend për të marrë një gjë, se s'mund të çoj një gjë tjetër, dhe që atje do marr një gjë, do ta çoj diku dhe pastaj atë do ta lë aty për gjysmë për shembull dhe atje do marr një gjë tjetër dhe vite pikë e fillimit. Domethënë dua që në çdo moment ta shfrytëzoj atë, sepse duhet Të mos ketë kohë të humbur. duhet të shumë fishosh kohën. Koha është e pamundur, nuk ja del dot ndryshe. Duhet ta palosësh njëra mbi tjetrën në një kohë të caktuar, duhet të bësh 2, 3, 4, 5 gjëra. Të librin 4000 javë. Ja kam dhuruar unë ju? Na e ke dhuruar, po. Menaxhimi i kohës për vdekatarët? Është një libër që kam përkthyer unë? Po, Po, është lexoj. do ta lexoj edhe. E do Ma ka dhuruar. Lexoj. Jo, po deshe e lexoj unë dhe ta them. Po, mirë, se Dritani kështu e bëni me Dritanin, bëshin drejt. Ja, ordëro. I kanë qenë ato lexime libra ashtu se ka pasur ça. Kanë qenë të forta kështu që. Se kam pas dhe unë vështirësi në rritjen e Po, këtij. edhe ky më ka ndihmuar shumë. Jo, pse ajo thoshte mësuesja, do lexoni këtë libër, thoshte edhe po ku kisha unë doja gjëra kështu, tak. Nuk kisha kështu, kam atë, kam shumë nuk ulesha Dhe dot të çfarë lexoj ndodhte? gjë. Edhe i pyesë Dritani, Dritani, se ke lexuar këtë libër, kam lexuar ato Dritani 2. Shkruaj. Të lutem, më thuaj, te i pari. Dilja unë më thoshte Dritani mua, do thuash këtë fjali këtë gjë. Se dhe mësuesja kishte lexuar, po tani mësuesja e njerëzit ajo mbante mend çfarë mbante. Më thoshte 2 fjali mua Dritani aty, i thoshte ato 2 fjali tu ngele hapur mësuesja. Bravo. Bravo. Unë vetëm ato 2 fjali që më thoshte Ato Dritani, t'janë të firmë. tjera s'dia që fare ç'a bëj. Kështu që ka dhe ca privilegje i dytë. Kam pas shumë privilegje po. Keni bërë dhe nga këto gjëra. Po, Patjetër. Sipas jush, unë shikoj dy djem, dy vëllezër që flasin dhe janë mirë edhe ndihen mirë. Unë po ju them sinqerisht, më vin ajo shikonin sa televizioni që zihen vëllezërit e kështu, më vin dhe kanë shumë aciditet, shumë toksicitet për vllajën, për motrën, kështu. Janë të rralla familjet që kanë harmoni vllazërore. Kjo është si aftësi e vllajt të madh për të mbajtur vllain e vogël apo vllai i vogël të madhin, apo është si efekt i prindërve? Ma bëj që kje. janë të prindër. Vllai i madh e ka meritet, sepse hap rrugë gjithmonë. Dhe prindrit sidomos. Hap rrugë prindrit janë. Prindrit pa Unë diskutim. kanë të bëjnë ndoshta, kanë të bëjnë dhe faktor tjerë. Apo dhe rrethanat familjare, fisi, se si ata sillen me vëllezërit, me xhaxhallart, me dajat, me tezet. Fisi tek ne s'kan diku shumë. Jo, ne kemi qenë jetuar një familje, domethënë midis 4 vetave, prindrit dhe ne të dy, dhe Kemi qenë larg. e kemi mbështetur njëri tjetrin. Kemi 2 profesorë të ndryshme, kemi qenë larg. Ato pak kohë si kishin për të zënë, më shumë na zinte malli ku takoheshim. Edhe tani po ashtu, takohemi shumë. Sa herë takon prindit? Se unë shikoj në punë Po, vëlla. allaj shumë rrallë, unë jam me shumë negative dhe me minus të madhe. E vin moment shikon të takon në punë pak Po ndonjëherë vjen po. Edhe më thon vajzat ka ardhur mamaja në punë, edhe e them e takoj. Po Kastrioti ka qenë vërtet shumë i fortë. Ty të ndjek babi mami në shfaqje? Po. Vazhdojnë? Patjetër. E kanë shumë dëshirë, e kanë pak pamundësinë tani për shkak të moshës, po gjithmonë Kastrioti ka qenë larg në Turqi, e ka sakrifikuar jashtëzakonisht shumë për formimin e vet, pa diskutim. Domethënë një hero jashtëzakonshëm. Se nuk zihemi ne, ke parasysh. Domethënë ka qenë larg dhe ka përballuar, ndërkohë që unë isha më afër prindërve këtu në Shqipëri, por gjithmonë nuk humbet ajo dashuria
jemi një familje, shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Në çdo moment që ti biesh telefonit, është një zë që do të përgjigjet, që do të ndihmoj për shumë gjë. Besoni se jeni njerëz me fat? Po, unë besoj shumë që kam këtë familje që kemi të dy jemi vëllezër që jam me fat që kam kastriotin vëlla, jam me fat që kam ata dy prindër, jam me fat që kam si nipër dhe mbesa të kastriotit, nusen e kastriotit kunat, kam fëmijët e mi, me shumë fat. Zoti na ka privilegjuar pa diskutim. Absolutisht. Kur dëgjoni këto shere, kur njësh se është pjesë e profesionit tim, që zihen vëllezër, zihen me këtë, u duket paradoks pse zihen apo? Jo, Unë mendoj që dashuria njerëzore, sidomos dashuria familjare, duhet mbizotroj. Nuk, në fundit kur t'ikim, iku gjithaj pap dhe tha që kam vetëm $100 me vete. Nuk duhet jenë faktorët që t'i ndajnë njerëzit. Në fundit duhet mbizotroj kjo dashuria familjare. Mund t'jetë e pakët, po kjo është gjëja më me vlerë që raca njerëzore ka krijuar. Okej. Kur ka qenë shfaqja e fundit që ke vajtur e ke parë Dritani? Qa pyetje ishte kjo? Po, Ivanovin e be. Po, Ivanovin pas të fundit. Po s'ka qenë i fundit. Para 2 vjetësh. Po mirë, atë pas të fundit. Po. Po 2 vjetë. 2 vjetë. Së shumë. Është shumë. Po jo shumë, si së shumë. Shumë 2 vjetë. Nese, po jo, Dritani më ftoi vetë. Jo, s'do jetë kundër pyetje kur është operacioni i fundit që t'kam parë unë. Po ti s'ke parë fare. E oda unë aty. Okej, ja se iskardë. Do t'nimova? Po, bravo. Ah, Edhe iskardë. Zënga keni pa ndonjëherë kështu? Jo, ne nuk zihemi me duar, ne zihemi me fjalë, domethënë kërkojmë një mendim dhe kush t'japi mendimin më të mirë. Ama në momentin kur tjetri e ndjen që tjetri ka prioritet, fillon e shan edhe pastaj që të përfitoj. E nxjerr natin duke e sharë. Që pse e gjetë ti më të mirë se sa unë i den. Shiko. Për të lexuar ke kohë? Tani e fizik nuk lexoj. Libër fizik flas. Jo, libër fizik nuk lexoj. Vetëm online lexoj pafund. Por vetëm të profesion. Vetëm profesion. Jo, me artet nuk fatkesisht. Kurse Dritani? Janë disa taksa që duhen paguar. Unë po nuk lexova, bile është një periudhë që ka filluar prej disa vitesh që 3 libra një herësh. Nuk e di, e kam shumë të domosdoshme punën e. Mua më ka thënë një zog se zakonisht në gazetarë themi nga burimet të sigurta që unë si kam, që ke filluar të bësh dhe një libër. Po, është Ku do t'i them këto? Po jo, mund t'i thuash, është ky punimi doktoraturës, i cili domethënë mendoj që jam aktori që ka luajtur më shumë kryerolet e Çehovit. Jo, domethënë dihet, kam luajtur Ivanovin, kam luajtur Treplevin, kam luajtur Astrovin, online me trupat e huaja kam luajtur Trigorinin. Pra janë nga 5 kryevepra që ka ai, 4 i kanë luajtur. Dhe i gjithë kjo puna ime doktoraturës për gradën doktor shkencash përmblidhet në mënyrën se si interpretohen personazhet e Çehovit sipas metodës së Lee Strasberg. Janë punë profesionale, mendoj që do dalë një libër shumë i mirë, mendoj unë. Është thjesht ajo çfarë unë kam investuar në këto role, teknika, të gjitha këto gjëra. Po gjithmonë më është dhënë për të shkruar. Me letërsinë kam pasur gjithmonë marrëdhënie shumë të mira. Bile Kastrioti haron që ndonjëherë edhe disa hartime filloja formuloja unë. Ka padë nga këto? Absolutisht po. Me dublimet vazhdon? Ka apo ka rënë? Jo, e kam lënë, po pavarësisht se më thonë që jam aktori që ka bërë më shumë dublime, bile dje isha në një universitet për cilin ne folëm dhe ishte një program dhe më afrohet dikush nga mbrapa dhe kam filluar të më afrohen shumë dhe aty po ndjej që po plake. Në sensin sepse ishte i ri dhe më thotë që më pëlqen jashtëzakonisht shumë zëri yt. E mban mend çka ke bërë te Naruto ti, ku ta mbaja mend unë. Unë në një ditë mund të bëja 20 karaktere një herësh. Pra poris një zëm, një brez të tërë me zërin tim. Dhe kjo është gjë shumë e bukur. Është e bukur dhe s'është e bukur. Është shumë e lodhshme. Unë e kam ndërprerë, sepse edhe të lodh nga kërkon një teknikë shumë të veçantë. Tashmë ka filluar, e bëni me shumë pasion, tashmë ka filluar dhe një abuzim me këto dublimet. Një sy profesioniste ndjen që ata nuk shkojnë në sinkron, nuk janë
zërat aty ku duhet, nuk po dalin zërat që t'jenë të veçantë brenda karakterit, po dalin gjithmonë zëra që përsërisin zërat tanë të dikurshëm. Këto nuk janë të mira, mendoj që ka rënë fusha e Dublin, po dhe u bën shumë, u plotësua shumë magazinë. Po, mirë, shumë mirë. Doktor, në një ëndër që s'na i ke thënë që do t'i bësh në të ardhmen. Çfarë ke qef të bësh? Apo mos i themi? Jo, në lidhje me profesionin kam, po janë gjëra teknike, domethënë se kam ndonjë gjë që Në një që synon që ja vlen ta. jo, thjesht do vazhdoj profesionin tim, sa më shumë. Hobe të tjera, s'na the për hobet e tua. Folëm çik për futbollin apo kaq s'ke fuqi Jo, tjetër? nuk kam ndonjë hobi sportiv. Mhm. Ja, merrem si çdo njeri, siç merrem. Gjëra normale që mund të merret njeriu. Gjimnastik bën, merresh me këto? Jo, gjimnastik nuk bëj. Nuk merresh. Ski bëj ndonjëherë kur kam mundësi. Tjetër gjë nuk është se kam. Nuk po të gatsmoj me ski, se po vajtëm të skit, do na thuash që razjar janë dhe, Po, dhe lëm atë. Ishte Le, një ndodhje e keqe, Po, që ndodhje, atë një kujtimi. Juve me këto hobet e tjera çfarë bëni? Po, Përveç ata që lyen shtëpinë. Edhe basketbollin e kam shumë qef. Luan? Po, basketbollin po. Ne edhe Kastrioti kemi mbaruar klasë sportive në atë kohë. mos llogari. Aty ishte 15 veta, ishte 5 që e fundit. Bile mbajmë dhe emrat e shokëve, por nuk po i them se si di se janë rrotull të gjithë. Dhe neve bile njëri doktor, tjetri është arkitekt. Ne ishim atë 5 që e fundit. 5 që e fundit ne na lindte një top, por top futbolli. Klasë basketbolli na lindte top futbolli, ato që ju losni futboll. Atë kaq. Se ne ishim klasë basketbolli, por losni futboll. Se ne ishim kodare. Ishim bëm. Jo, unë kam qenë tek 5 që Po kjo drejtari ka qenë në i Apollonin. mirë, ka qenë. Po ekipi që doni më shumë prap Apollonia mbetet nga ekipet shqiptar, po s'ka, ma se ambur. Nuk është se i ndjekje, tani kemi filluar Kastrioti ndjek Beşiktaşin, unë ndjek Manchester United, këto jemi çikun. Ka ndodhur ndonjë Beşiktaş me Manchesterin të ndeshur? Trajnerin e kanë të Trajneri në Manchesterit. Solskjaer. Është një nga lojtarët më të mëdhenj Edhe trajner. që ka pasur dhe trajneri Manchester Po United. s'është e grindeni për futboll ndonjëherë, e Ja, grindeni. Jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Domethënë ne jemi tifoz me Shqipërinë, edhe kur luan Turqia unë i bëm krah vllajt. S'kem pas shumë problem. Jo, nuk kemi pasur problem. Plani ju i afërt cili është? Plani imi i afërt në fushën profesionale po merrem me një pjesë shumë e mirë, do t'ju ftoj, është një pjesë e Eugene O'Neill, quhet Hy, për herë të parë do jetë, është një provë force për aktorët. E kam marrë si forcë, si sfidë profesionale, individuale, po e përgatis vetë, besoj në qershor, në njërin nga teatrot e Tiranës do jepet. Është një rol që e kanë luajtur aktorë të mëdhenj në botë, e kanë provuar, Al Pacino e tjerë, e kanë bërë dhe regjin vetë. Është një rol që po e bëj për qefin tim, për sfidë ndaj vetes. Kështu është sfida i vetes, edhe ne sfidojmë njëri tjetrin. Tu falenderoj? U kënaqem. Me pakta. Më kënaqet sepse unë sa herë vi tek klinika jote me vrap, çe ke Dilë jashtë tjetri. Unë se kam shijuar kaq shumë. Edhe unë u kënaqja se ndonjëherë kaq shumë e vëlla. Shikoj që u bëra mirë, u bëra vëllezër, të lyeshit vëllezër. Miq, duke i falendëruar dhe në emrin tuaj, të dy doktorët, dhe mirë takofshin në podcast e tjerë.